Meteorologja Lajda Porja ka paralajmëruar afrimin e një vale të nxehtë drejt Ballkanit, e cila aktualisht përfshir Spanjën duke ngritur alarmin për ditë me temperatura të larta në vendin tonë gjatë fillimit të korrikut. Sipas Porjes, nuk pritet që termometri të kalojë 40 gradë Celsius, por vlerat prej 37-38 do të jenë problematike nëse zgjasin për disa ditë rresht, duke shtuar rrezikun për zjarre dhe përkeqësinë për shëndetin publik. Pas datës 8 korrik do të kemi disa ditë më të qeta me temperatura deri në 35 gradë, por duhet të kemi parasysh se në diell nxehtësia termike mund të shkojë deri në 44 gradë, veçanërisht gjatë orëve të pikut, nga ora 11 deri në orën 14 ta Porja. Ai u bëri thirrje qytetarëve që të shmangin daljet në orët më të nxehta, sidomos të moshuarve dhe fëmijëve, ndërsa apeloi për kujdes të shtuar në zonat urbane me pak gjelbërim si Tirana, Berati, Gjirokastra dhe Kuksi, ku nxehtësia ndihet më shumë për shkak të sipërfaqeve të betonizuara. Emergjencat civile ndërkohë kanë shpallur nivelin e lartë të rrezikut për zjarre, veçanërisht në jug të vendit. Ndërkohë, edhe Europa është duke përjetuar një valë të jashtëzakonshme të nxehtit me temperatura që pritet të arrijnë deri në 44 gradë Celsius në disa vende. Sipas shërbimeve zyrtare meteorologjike të Francës, 4 departamente jugore përfshirë Bouches-du-Rhône, Gard, Harold dhe Pyrenei Oriental janë nën alarm për valë të nxehti, ndërsa 14 departamente pritet të jenë të shtunën. Janë lëshuar gjithashtu alarmin për rreziqe të rënda të zjarreve në pyje. Meteorologu francez Jérôme Carrissier thotë se ata presin 10 deri në 15 gradë mbi mesatarën sezonale.